Kryebashkia Aquarion Velia I ka përuruar ditën e sotme ambientet e reja të kopshtit të Bambi në njësinë administrative nëmër 10. Tiranës tashmë I është shtuar dhe një kopësht tjetër I rekonstruktuar, I cili do të mirëpres 200 fëmijë çdo ditë. Kryebashkia Aquarion Velia I ka përuruar ambientet e reja të kopshtit Bambi në njësinë administrative nëmër 10. Tiranës I është shtuar edhe një kopsht tjetër I rekonstruktuar I cili do të mirëpres 200 fëmijë çdo ditë. Kapaciteti I dy fishuar I vendeve ka ardhur pasi u vu në shërbim ambiente të pashfrytzuara më parë për shkak të lagështirës. Velia I kërkoi mirëkuptimin e prindërve që kanë shtuar kërkesat për më shumë kopshte e çerdhe, ndërsa shprehu besimin se në vitet në vijim hapësirat do të shtohen për të akomoduar më shumë fëmijë. Ai sqaroi gjithashtu se çdo leje e re ndërtimi do të kushtëzohet me ndërtimin e një institucioni social apo arsimor. Së pari kemi një kopsht I cili ka dy fishin e kapacitetit, shkojmë nga 100 në 200 vende. Ne kemi një fluks të jashtëzakonshëm kërkesash nga prindrit për kopshtet publike, janë jashtëzakonisht lira thuajse falas, ndërkohë që kanë cilësi më të mirë ushqimi, cilësi më të mirë kujdestaria dhe nga sot edhe cilësi më të mirë infrastrukture. Më vjen mirë gjithashtu që lajmi I dytë është që pas disa vitesh ku një praktik e vendosur jo zyrtarisht në bashkinë I mbyll të kopshtet gjatë muajit gusht, merr fund dhe fillon një praktikë e re, ku ashtu si fëmijët me radhë bëjnë pushimet, ashtu dhe edukatorët me radhë do të bëjnë pushimet. Pra në qytetin e Tiranës kopshtet e çerdhet nuk do të mbyllen.